بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e merrejtënai Gjalla Gjalaluh. Selamat ja dërgojmë Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar dersin e 57 me radhë nga tefsiri i Kuranit famulart, e që neve jem tek kaptina Al-Baqara, gjithsesi ajeti 129 dhe 130, ku me lejen e Allahut të lartësuar sot do i shpjegojmë të dy ajete të mrekullueshme që janë vazhdimsi e ajeteve të cilat neve i shpjegum në dersin e kaluar, ku Allahu i lartësuar filloi të shpjegoj dhe të na i tregoj ngjarjen e Ibrahimit alayhi salam dhe se si e ndërtoi Qabën e bekuar dhe se si bëri dua Allahu të lartësuar së bashku me Ismailin alayhi salam. Duke ndërtuar Qabën, ata e lutën Allahun xhalla wa ala që Allahu i lartësuar t'i bëj të dytë të dorëzuar para madhnisë së tij, duke e lutur Allahun që t'ja bën kabul dhe t'ja pranoj veprën që e bën në ndërtimin e Qabës, duke e lutur Allahun e lartësuar që edhe nga pasardhësit e tyre të jenë musliman të devotshëm, duke e lutur Allahun e lartësuar që t'ja tregoj atyre ibadetin, se si bëhet ibadeti, si adhurohet Allahu i lartësuar, si bëhet haxhi. Dhe prej lutjeve pastaj Allah xhalla wa ala na tregon në ajetin 129, ku thot të dytë e lutën Allahun, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alayhim ayatika wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tanu wallahi lartësuar, o Zoti ynë, wab'ath fihim rasulan minhum, dërgo tek ta nga xhiri i tyre pejgamber të cilët yetsulu alehim ayatik, i cili pejgamberi ja vlexon argumentet e tua dhe ja mëson librin edhe urtësinë dhe i pastron nga shirku, innaka antal azizul hakim, me të vërtetë je ngadhnjysi dhe i urtë. Kjo ajet të dashur vëllezër, kur nalmi me sfegu ka dobi të rëndësishme. Dhe ajeti që vjen në vazhdim, Allahu xhalla wa ala po na tregon që në këtë ajet duaja është shumë e rëndësishme në Islam. Duaja, lutja, është mukhul ibade, thonë ulemat e Islamit. Është truni i ibadetit. Lutja, duaja është truni i ibadetit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thënë në hadith, "Ad-du'a'u huwa al-ibada." Duaja, lutja është vetë adhurimi, vetë ibadeti ndaj Allahut. Vetë ibadeti ndaj Allahut është duaja. Për këtë dhe shikoni se si Ibrahim a.s. është përpjek me Ismailin. Kam bë dua në mënyrë që Allahu xhalla xjalaluhu t'ja pranoj lutjet atyre. Allahu xhalla wa ala thot, "Ud'uni astajib lakum." Lutmoni mua, unë ju përgjigjem juve. Lutmoni, unë ju përgjigjem juve. Për këtë ulema Islamit thonë dashur vëllezër për duan. Ati njeriu që Allahu xhalla wa ala ja don të mirën dhe ja don suksesin, e inspiron me bë dua. Edhe një herë, shumë është më rëndësi me marrë vesh musliman. Vetëm këto me marrë nga ky ders mjafton. Atë njeriu që Allahu xhalla wa ala ja dëshiron të mirën dhe ja dëshiron suksesin e të ardhmës, e inspiron me bë dua. E kur Allahu azza wa jall e inspiron robin me bë dua, ja pranon lutjen. Ja pranon lutjen. Për arsye se Allahu xhalla wa ala kur ta mëson ty me ngrit durë të lartë dhe me lutë atij, ai edhe ta pranon duan në qoftë se ne jemi të sinqertë. Sikur që ja ka pranuar Ibrahimit dhe Ismailit alayhi salam. Shtrohet pyetja, sa ne bëjmë dua? Sa ne bëjmë dua? Kushtë puna vesh në namaz, në namaz. Sa ne lutemi Allahun xhalla wa ala gjatë jetës tonë, gjatë ditës tonë. Sa ne lutemi Allahun xhalla wa ala për pasardhësit tonë. Apo tek ne shqiptarët, fatkeqësisht, një shënjë zënëmuese. Duaja, kur ti thush diku bën dua, veç për ato që ka vdekë.
Këtu e kuptojmë ne. Duhet me bë dua për ato që ka vdek. Amo, ana shkon mendja me bë dua për të gjallët, për gjallët, sikur se që ka bëu Ibrahimi alayhis salam. Nuk është mjaftuar vetëm veten e vet. Nuk është mjaftuar për djalin e tij. Nuk është mjaftuar që Allah Azza wa Jall më ia pranue duan dhe më ia pranue punën që është e bërë për çavën ndërtimin e shtëpisë së Zotit. E ka preokupuar Ibrahimin edhe për pasardhësit e tij. Rabbana wab'ath fihim rasulan. O Allah, dërgoje një pejgamber nga mesi i tyre, pejgamber nga mesi i tyre. Domthon e ka pas dert edhe për nipin, edhe për stërnipin, edhe për lozën e tij që vjen. E ka pas dert. Edhe Allah Azza wa Jalla ka pranuar dua. Prandaj të dashur vëllezër, prej mençurisë së sadakas, me në simsim, prej mençurisë së sadakas rrjedhse, është me bë dua për pasardhësit. Mi udhëzu Allah Azza wa Jalla. Mençuri në sadaka. Sepse ne sadaka e zëm edhe e llogarisim vetëm ku ne e marrojmë një shtëpi, ku ne e shtrojmë një rrugë, ku ne e marrim një jetim, ku ne domethënë e llogarisim me një pjesë që ndërtu një xhami sa ekziston ajo. Hiç nuk e llogarisim pjesë të sadakas ato që me lejen e Allahut Azza wa Jall bash sebeb që është udhëzuar në Islam. Kjo është sadaka rrjedhse shumë më e frytshme atë misë. Sepse çdo vepër që e bën ai njeri që me duan tënde është bë sebeb edhe Allahu e ka udhëzuar. Çdo vepër që e bën, 1% shkon llogaritë tone. Tash llogaritë e Ibrahimit alayhis salam, të gjithë pejgamberët që kanë ardhur mas tij, ka qenë për shkak të duas së tij. Kanë qenë për shkak të duas së tij. Nuk ka pejgamber që ardhur mas Ibrahimit alayhis salam, vetëm se ka qenë për i bijve të tij. Është llogaritë çfarë sevape ka Ibrahimi alayhis salam. Duke mos llogaritë sevapin që ka qenë pejgamberi i Zotit. Është e veçantë. I ka dërguar Allahu shpallje, është e veçantë. E ka zgjedh duke llogarit gjithashtu edhe sevapet e pasardhësve të tij të udhëzuar. Ku Allah Azza wa Jall në dersin e kaluar na shpjegon ku e luti Allahun që më dhon në Mekë pemë dhe perime atyre që besojnë Allah dhe ditën e gjykimit, Allahu i tha, po, ku më dhon edhe atij që beson Allah dhe ditën e gjykimit, që janë të udhëzuar nga pasardhësit e to, ku më dhon edhe atyre të tjerëve të cilët nuk janë të udhëzuar deri në një afat të saktuar. Ne nuk e dim lozën tonë si rrjedh, mas 100, 200, 300 vjetë, ashtu siç nuk e kanë ditë të parët tonë, që ne sot kena më mbledh në xhami. Kanë ditë. As babgjyshi jot, as babgjyshi jam, as stërgjyshi, as katragjyshi, që ne kemi me mbledh në këtë xhami, dhe me bë dua për ta që Allahu xhalla wa ala më mëshiroj. Allahu ja çon duan atyne baballar me gjyshërve të gjithëve që ja çon shpërblimin e duas. Edhe ata gëzohen për këtë dua që ne e bëjmë, sepse është fryt ndoshta i një duaje të një pasardhësi të devotshëm që kanë bërë për neve. Për këtë edhe Allah Azza wa Jall ja ka pranuar Ibrahimit duan të dashur vëllezër besimtar, sepse Allah Azza wa Jall tha, Rabbana wab'ath fihim rasulan, ata e lutën Allah, o Allah, o Zoti ynë, wab'ath fihim rasulan. Nga mesi i tyre, nga xhiri i tyre, dërgo pejgamber. Nga mesi i tyre, pse të dashur vëllezër? Se Allah Azza wa Jalla na tregon në këtë ajet që Ibrahimi dhe Ismaili e kanë lutur Zotin Xhalla wa Ala që t'i dërgoj pejgamber nga mesi i tyre, nga xhiri i tyre, nga gjaku i tyre. Për arsye se ai që dërgohet në një popull që është në mesin e tyre dhe është nga ta, e para është më kollaj për popullin që ta beson, nëse ka qenë i sinqert, ka qenë njëri që ka qenë i drejtë. Edhe Allahu Xhalla wa Ala ja ka dërguar shpallën, kur i thret në rrugën e Allahut, nuk kanë arsye mos ta besojnë, sepse nuk kanë ku t'i kapën atij në diçka që ai ka bërë gabim. Sigurisht me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë njeriu el-amin besniku. E kanë njohur të gjithë në Mekë që ka qenë njeri besnik. Banka e asaj kohe ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krejt pasunin kur e kanë pasur ja kanë dërguar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse e ka ditë që ai nuk i prek mallin e huaj. Kur e kanë dërguar shpallin, e kanë ditë saktë që është i dërguar i Allahut, sepse kur s'ka gënjy, kur nuk ka vjedh, kur nuk ka bërë gjëra të këqija, kur nuk ka pi alkool as në xhahilet, kur nuk ka shkuar në amoralitet as në xhahilet, Allahu i ka ruajtur pejgamberin e tij nga këto gjëra të ndyra.
Dhe kur e ka dërguar nga mesi i tyre, ja ka ditë gjuhën e tyre, e ka ditë qasjen si mi u qas atyre dhe mi thirr në rrugën e Allahut. Dhe kur e kanë besu populli i tyre, për popujt që kanë qenë më larg, ka qenë më lehtë për ta besu. Për arsye se, po mos ta besonin popujt e tyre, pejgamberët e Zotit, popujt e më larg, hala ma keq kishin qenë, s'kishin me besu hala ma shumë, sepse do të thonin, po si ta besojmë ne kur populli vetë e ka mohu. E kur e kanë besu Resulullah sallallahu alaihi wasallam, maslimit të Mekës, të gjithë arab, gjithë ju kthyn fen Allah të Zotit. Edhe ne sot e thojmë la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Edhe ne sot e them shahadetin, sepse argumentet pastaj janë shumë të forta. Për këtë edhe kanë lutë Allahun xhalla wa ala, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Dhe nga kjo dua Allah azza wa jalla ja pranon Ibrahimit dhe çdo pejgamber që rrjedh nga loza e tij, nga loza e tij, sepse Ibrahimi alayhis salam pejgamberllokun që Allah azza wa jalla ka pranuar duan, i ka pas dy djem të cilën nëpërmjet tyre rrjedhë gjithë pejgamberia. Ismaili alayhis salam dhe Ishaqu. Ismaili ka qenë thuhet se më i madh se Ishaqu për 13 vite. Të gjithë pejgamberët e Beni Israilëve rrjedhin nga Ishaqu alayhis salam wa alayhim assalam jami'an. Të gjithë pejgamberët e lozës së Beni Israilëve rrjedhin nga Ishaqu alayhis salam. I fundit prej pejgamberëve të Beni Israilët është Isa alayhis salam. Është Isa alayhis salam. Dërsa nga loza Ismailit është vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është i fundit nga pejgamberët. Për këtë ja ka pranuar Allah azza wa jalla duan, sepse Ibrahim e luti tha, dërgon nga mesi i tyre, pra në Qabe, dërgon nga mesi i tyre në Qabe pejgamber të cilët do t'i thrasin rrugën tënde. E nga mesi i tyre ishte Ismaili, i cili jetoi me ta, u arabizua me ta, edhe u martua me ta, dhe vazhdoi loza e tij derisa erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ja pranoi duan dhe e dërgoi pejgamber, do thonë si pasojë e duas së Ibrahimit. Për këtë kur është pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të dashur vëllezër, kur është pyet për veten e tij, ka thënë Allahu azza wa jalla, ashtu siç transmetohet në hadith nga Irbad ibn Sariyah radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inni inda Allahi la khatamun nabiyyin. Thot unë tek Allah azza wa jall jam vula e pejgamberëve. Thot wa inna Adam la munjadilun fi tinihi. Tek Allah thot unë kam qenë khatamun nabiyyin, vula e pejgamberëve, duke qenë Ademi hala rrej. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hala shpirti Ademit nuk ju ka thonë kur Allah azza wa jall e ka shkruar që unë do të jem khatamun nabiyyin, vula e pejgamberëve, dhe pastaj thot da'watu abi Ibrahim, lutja e babës tim Ibrahimit alayhis salam, wa basharat Isa bi, edhe përgëzimi i Isa alayhis salam për mua. Pastaj thot wa ru'yat ummi allati ra'at, edhe ëndra e nënës time e cila ka pasur أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. E ka pa ëndër nëna e tij thot, edhe kur e ka lind, po disa thonë e ka pa ëndër që ka lind një dritë e cila i ka ndriçuar pallatet e Shamit. Pallatet e Shamit. Subhanallahu, që flidhen gjërat. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë unë jam si pasojë duas së Ibrahimit dhe përgëzimit të Isaut. E nëna e tij po thotë kur ka lind, ka dalë një dritë që i kanë ndriçuar pallatet e Shamit, sepse Shami do të jetë kalaja më e fortë e Islamit në akhiru zaman. Në akhiru zaman, kalaja më e fortë e Islamit do të jetë Shami, në të cilin do të zbret Isa alayhis salam. Shikoni? Do të zbret Isa alayhis salam në Sham për ta vërtetuar apet pejgamberllokun e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilin pejgamberllok i ka përgëzuar popullin e vet. Me të cilin pejgamberllok i ka përgëzuar popullin e vet Isa alayhis salam, ashtu siç e lexuam ajetin ku Allah azza wa jalla thotë: "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrat." O bani Israil, ka marrë një hutbë Isa alayhis salam. Ka marrë një hutbë, ka thonë: "O bitë e Jakubit, unë jam pejgamberi i Allahut tek ju, vërtetues i asaj që ishte para meje i Tevratit,
dhe përgëzues, wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di, edhe përgëzuesi i një pejgamberi që do të vjen pas meje, ismuhu Ahmed, emri të cilit është Ahmed. Por kjo është përgëzimi i Isa alayhis salam. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më shumë se sa një emër. Ka më shumë se sa një emër. Ka emrin Ahmed, ka Muhammed, e ka Mahi, për emrat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Mahi, është Aqib, është Mustafa, krejt këta në emrat pejgamberit, Al-Mutawakkil, i mbështetur fort në Allahun, Aqib do të thonë i fundit prej pejgamberëve. Mahi i ka fshi të gjitha besimet e kota, emri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Al-Mutawakkil është quajtur në Tevrat edhe Ahmed edhe Al-Mutawakkil, i mbështetur në Allahun. Ahmed është i falendëruar. Muhammed shumë i lavdëruar dhe i falendëruar, për arsye se njerëzit e lavdrojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe çojnë salavatën mbi ta, për këtë edhe e ka emrin Muhammed, sepse kur Abdul Muttalibi ja ka lënë emrin Muhammed, s'ka pas ndonjë emër tjetër që e ka pas Muhammed përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas tij vinë të tjerë, mirë po mbas para tij nuk ka pas tjetër emër që është quajtur Muhammed, dhe ka thonë shpresoj që të jetë shumë i lavdruar, edhe Allah azza wa jall e ka bërë që të jetë i lavdruar. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, unë jam khatimun nabiyyin, hula pejgamberëve, doaja e Ibrahimit alayhis salam që e ka bë, dhe përgëzimi i Isaut dhe ëndra e nënës time që e ka bë, apo edhe lindja kur ka ndodhur. Pastaj Allah azza wa jall na tregon dhe thotë, Ibrahim e luti Allah dhe i tha, dërgoja nga mesi i tyre një pejgamber, yetslu alehim ayatik. Jo vetëm dërgoja, e ka cilësu si çka do të me vepruaj pejgamber, shumë është interesant. Në thonë Allah, në mënyrë që t'ja vlexoj ajetet e tua. Po nuk mjafton me kaq Allah. Nuk është mjaftu me kaq Ibrahimi. Pse? Sepse leximi i ajeteve pa kuptimin e tyre ka pak dobi. Pak ka dobi. Leximi i Kur'anit ka sevap, edhe nëse e din ose se di kuptimin. Mirë po, me a ditë kuptimin hala ma shumë ka dobi. Për këtë arsye, shejtani alayhi la'natullah, me kollaj i devjan 1000 ibadetxhi të thjesht, se sa një dietar. Se sa një dietar. Me kollaj i devjan 1000 ibadetxhi, se sa një dietar. Për këtë nuk u mjaftu Ibrahimi me thonë, vetëm ka shtu lexoj ajetet. Jo, yetsulu alehim ayatik wa yuallimuhum alkitab. Edhe t'ja vlexoj ajetet e tua o Zot, edhe t'ja mësoj librin Kur'anin. Librin këtë ajet është Kur'ani. Dhe t'ja mësoj librin. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, me yuridillahu khairan yufaqihuhu fi din. Ati që ja dën Allahu të mirën, ja mundson me mësu fen, me kuptu fen mirë. Për këtë edhe Ibrahim alayhis salam po thotë, dërgoja o Allah nga mesi i tyre një pejgamber, i cili ja vlexon ajetet e tua, ja mëson librin. Për këtë arsye, Ibrahimi po e cilëson dinin e Allahut si din i ilmit, i dijes. E dija dashur vëllezër do në dy lloje. Farz ain edhe farz kifaje. Farz ain obligim individual, edhe obligim do më thonë shoqëror ose kolektiv. Obligim individual është ajo dije e cila nuk ka arsye për ignorancën e saj. Për çdo musliman, me mësu për Allahun azza wa jall, për tauhidin, për njohurinë e tij, se vetëm atij i takon adhurimi, vetëm atë duhet ta adhurojmë, dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje të kërkojmë, vetëm atij duhet më ran sejdë. Tauhidi, pastaj mënyrën e faljes, si është falja Resulullah, sa recati namaz ka brenda namazit, ato që e prish abdesin, ato që e prish namazin, përsëritja e recatit. Të gjitha këto të dashur vëllezër janë dije që është obligative për individin, për çdo musliman. Është obligative. Farz ain. Për këtë yuallimuhumul kitab, do të më mësua librin atyre. Edhe farz kifaje ose obligim kolektiv është ajo dije e cila nëse vepron një grup prej njerëzve, mjaftohen muslimanët e tjerë me të. Mjaftohen muslimanët e tjerë
me te, nëse ajo dije nuk është domethënë obligative individuale, sikur se shkencave të ndryshme që muslimani ka për obligim me mësu mjekësinë, i bjen domethënë obligueshmëria muslimanëve të tjerë, ose se si falet namazi i xhenazës. Nëse disa të tjerë kanë mësuar edhe e falin, bie obligueshmëria për të tjerët të cilët janë ignorant në këtë aspekt dhe shumë shkenca të tjera. Ndërsa në shariatin e Zotit dhe në gjërat obligative të cilat janë individuale e kemi obligim. Për këtë edhe Allah Azza wa Jall po na mëson dhe po thotë e ka lutur Allahun që t'ja lexoj ajetet e tij, u yuallimuhumul kitab wal hikma, nuk është mjaftuar edhe me kitab. O Allah, dërgoj nga mesi tyre, t'ja lexoj ajetet e tua, t'ja mësoj librin Kur'anit edhe hikma, urtësinë. Edhe urtësia në këtë ajet ka për qëllim sunetin. E ka për qëllim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ulemaja e Islamit disa tjerë thonë, me ja kuptu aty në fenë. Ata me marrë vesh fejnë e Zotit. Kjo është suneti. Për arsye se pejgamberi Zotit ka thonë, më është një shpallje tjetër përpos Kur'anit, ajo është suneti. Pra shpallje nga unë Allahut, edhe suneti. Dallimi mes saj dhe Kur'anit është që ajo nuk vlen gjatë namazit. Nuk mujna me hinë namaz me lexuar një hadith. Nuk mujna me hinë namaz me lexuar një hadith, ndërsa me Kur'an po. Yuta'abbad bi tilawatihi. Kur'ani me leximin e tij adhurohet Allahu Azza wa Jall. Dërsa me hadith jo, adhurohet Allahu në fund përgjithshme, po jo mrena namazit. Ama shpallje prej Zotit. Hikme, suneti Resulullah, sepse ne nuk mundemi me marrë vesh çështjet e fesë pas sunetin e pejgamberit. Sepse suneti Resulullah e bën tefsir Kur'anin, kem thënë në fillim të librit, në fillim të tefsirit, se një prej mënyrave të komentimit të Kur'anit është që suneti Resulullah e komenton ajetet e Kur'anit. Ne nuk e dim në Kur'an sa recate i kanë namazet. E dim. Në Kur'an nuk mundesh me gjetë sa recate i ka sabah, dreka, kindia, akşam, yatsia. I ke vetëm 5 kohë të përmendura në Kur'an, po nuk i ke tefsirin, komentin sa duhet me i fal. E këtë ke në sunet. Sepse ardhi Xhibraili masi është bë farz, edhe ja ka shpjeguar sa falet suneti i sabahut, sa farzi i drekës, farzi i kindis, farzi i akşamit e yatsis e kështu me radhë. Nuk dim se sa me dhënë zeqat duhet me nëpërmjet sunetit. Nuk e dim problematikat dhe çështjet e agjerimit, i dim nëpërmjet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se si bëhet haxhi, i dim nëpërmjet sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoje, me përpikmëri Allahu Azza wa Jall ja ka pranuar duan Ibrahimit, e ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ja ka zbrit Kur'anin famlart, pejgamberi ja ka shpjeguar Kur'anin, ja ka shpjeguar sunetin wal hikme wa yuzakkihim. Në kushnal me kas. A thonë wa yuzakkihim, dhe i pastron nga shirku. Dhe i pastron nga shirku, nga gjërat e dyta i bën të jenë tauhid, të ata të cilët e njësojnë Allahun Azza wa Jall. Të gjitha këto cilësi ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ne ka mësuar Kur'anin, ne ka mësuar sunetin, ne ka treguar rrugën se si pastrohet njeriu gjatë rrugtimit i tij drejt Allahut nga shirku dhe nga gjërat e dyta. Pastaj thot innaka antal azizul hakim. Po Allah thot ti je ngadhnjësi i urti. Subhanallah, mënyra se si e përfundon duan Ibrahimi alayhis salam është shumë interesante. Sepse e përfundon me dy emra të Zotit dhe cilësitë mëdha të Allahut Azza wa Jall. Ngadhnjësi që ka forcë edhe i urti. Sepse këto dy cilësi i ka Zoti Jalla wa Ala. Është i plot fuqishëm edhe i urtë. Këto dy cilësi ka mundësi mi pas edhe robi, edhe njeriu. Për këtë ulema e Islamit thonë, prej dobive të përfundimit të ajetit në këtë formë, është se ai që ka urtësi, po s'ka forcë, shpesh ka mundësi që s'mund me bë dobi. Është njëri i urtë, e dim si me vendos një vend në vendin e duhur, po s'ka mundësi me arritë ajo, se s'ka forcë, s'ka fuqi, s'ka pushtet. Nuk bën dobi urtësia e tij. Dërsa nga ana tjetër ka njerëz të cilët kanë fuqi dhe forcë, po s'kan urtësi në veprimet e tyre. Këta bojnë dëm më shumë se sa dobi. Dhe ne për shembull për ditë kur dikush ka pushtet dhe është trullan, çfarë veprime mundet me marrë? Do dynjane bën të lash. Dynjane bën të lash. Do them pse? Ka fuqi, pushtet, po s'ka urtësi. E ai i cili ka urtësi, edhe ka pushtet, edhe fuqi,
ai i vendos gjërat e duhura në vendin e duhur. E Allahu xhallahu ala është ngadhysi dhe i urti në të gjitha çështjet e tij, po edhe robën nëse ka mundësi mi pas të cilësi të mira, me pas edhe urtësinë, edhe fuqinë, ai gjithmonë ka më qenë i dobishëm për veten e tij, ka më qenë i dobishëm për familjen e tij, ka më qenë i dobishëm për rrethin, për vendin ku jeton, për shtetin ku jeton, për arsye se nuk e përdor forcën aty ku nuk duhet, nuk e përdor fuqinë dhe pozitën aty ku nuk duhet, por vetëm me urtësi në dobi të gjithëve. Për këtë edhe Allah azza wa jall thot në fund të ajetit për duan e Ibrahimit që Allah azza wa jall na tregon se si e ka lut Ibrahimi, çfarë duaje të rëndësishme, sa e dobishme që Allah azza wa jall më dërgon nga pasardhësit e tij njerëz të cilët ja vlezojnë njerëzve ajetet, ja mësojnë librin, Kur'anin, ja mësojnë urtësinë, sunetin, rrugën e drejtë, i pastrojnë nga shirku dhe ai thotë o Allah, ti je ngallënyesi dhe i urti, ti ai i cili ke mundësi ti veprosh këto gjëna dhe ti udhëzosh në rrugën e drejtë. Andaj dashur vëllezër, ky ajet, pa të më shpjeguar ajetin tjetër, mirë po mund ta marr shumë kohë. Për këtë edhe po e lëm për dersin e radhës, me ngjit së bashku me ajete tjera, për këtë të dashur vëllezër, duaja për pasardhësit mos të anashkalohet kur. Mos të anashkalohet kur, sepse ndon Zoti xhallahu ala që ta pranon ty një dua, edhe sa të ekziston loza e jote deri në kiamet, me pas njerëz të cilët ja kanë frikën Allahut azza wa jall dhe bojnë dua për neve, masi që shkojmë ne tek Allah azza wa jall dhe të na vjen shpërblimi edhe pas vdekjes tonë, e mos mbyllet dosja jonë me vdekjen tonë, po të jetë e vazhdueshme edhe me pasardhës të cilët janë gjallë, e jo me qenë prej atyre të cilët fatkeqësisht ndodh shpesh, sidomos nëse zallar, kur i vdes baba edhe haxhia dhe ai tjetri edhe merr bjen se gjatën të shtëpia edhe te xhamia dhe thot mo me fe na i lajtëm durt. Do thonë s'ka lënë kun një far pasardhësi mbrapa, për arsye se ndoshta e ka anashkaluar edhe duan ndaj pasardhësve të cilët neve duhet të lutemi për të, sikurse që u lut Ibrahimi alayhis salam për ardhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe si e përgëzoi Isa alayhis salam ardhin e tij duke lutur Allahun e lartësuar që të kem dobi nga tefsiri i ajeteve të Kur'anit famlart, kem dobi dhe të mësojmë se si bëhet duaja për pasardhësit tanë, se si të jemi të dobishëm për veten tonë, për familjen, për rrethin ku jetojmë duke lutur Allahun azza wa jall, ashtu siç ka na bashkoi në këtë xhami, na bashkoi në xhenetin e tij. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.